pse do bësohet drita e imanit. Ka ditë kur njeriu ndjen një rëndesë të pashpjegueshme në gjoks, ditë kur namazi duket i rënd, kur Kurani mbetet në sirtar dhe kur bota, me të gjithë ngjyrat e saj, fillon ta tërheqë njeriu drejt vetes. Kjo nuk është thjesht lodhje fizike. Kjo është një krizë e padukshme, një ftoje e brendshme. Është rënja e imanit, besimit, që mban gjallë shpirtin ton. Imani nuk është një vije drejtë dhe e palëkundur. Ai ngrihet dhe ulet. Ai mund të shkëlqejë si dielli, por nëse nuk kujdesemi, ai mund të zbehet deri në pikën sa të duket si një shkëndijë e dobët në mes të errësirës. Po cili është shkaku? Çfarë do pson imanin e njeriut dhe si mund ta kthejmë dritën e tij? Për të kuptuar këtë gjendje, duhet i drejtohemi mësuesit të njerëzimit profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ta. Ai e përshkroi këtë rënje me një analogji jashtëzakonisht të prekshme. Profeti alayhis salam ka thënë: vërtet, imani vjetrohet brenda nesh, ashtu siç vjetrohet rroba. Prandaj, kërkojini Allahut që ta përtëri imanin në zemrat tuaja. Sa thënie fuqishme. Ashtu si një rrobë që me kalimin e kohës e humb shkëlqimin, ngjyrën dhe fillon të griset nga përdorimi, ashtu edhe besimi ynë, nën presionin e jetës së përditshme, fillon të konsumohet. Shkaku kryesor që e dobëson imanin është shkujdesja, gafleti, harresa e qëllimit ton të vërtetë në këtë botë dhe humbja e lidhjes së vazhdueshme me Krijuesin. Allahu i Madhërisëm, në librin e Tij të shenjtë na tregon me saktësi se ku qëndron kurthi. Shkaku i dytë i madh i dobësimit të imanit është dhënia pas zbukurimeve të kësaj bote dhe harresa e botës tjetër. Në surën El Hadid, në ajetin 16, Allahu drejtohet besimtarëve me një pyetje që dredh çdo zemër. A nuk është koha që zemrat e atyre që besuan të zbuten dhe të përulen para kujtimit të Allahut dhe para asaj që ka zbritur nga e vërteta? Dhe me njëherë pas kësaj, Zoti na tërheq vërejtjen që të mos bëhemi si popujt e kaluar, të cilëve u zgjati koha në shkujdesje, andaj zemrat e tyre u ngurtësuan. Kur njeriu largohet nga përmendja e Zotit, dhikri, kur namazi bëhet thjesht një rutinë mekanike pa mendim, dhe kur harrohet vdekja, zemra fillon të ngurtësohet. Një zemër e ngurtësuar është si një tokë e tharë. Ajo nuk pranon më ujin e besimit, as lotët e pendimit. Ekziston edhe një proces tjetër, i ngadalt por shkatërrues, mëkatet e përsëritura. Profeti Muhammed alayhis salam ka shpjeguar se si funksionon ky helm i padukshëm. Kur besimtari bën një mëkat, në zemrën e tij krijohet një pikë e zezë. Nëse ai pendohet, kërkon falje dhe heq dorë, zemra e tij pastrohet, por nëse ai shton mëkatet, ajo pikë rritet derisa të mbuloj tërë zemrën. Ky është rrezi, ndryshku, për të cilin flet Allahu në Kur'an kur thot: jo, nuk është ashtu, por veprat e tyre të këqija u kanë mbuluar zemrat e tyre. Surja Mutafifin 14. Dobësimi i imanit vjen edhe nga shoqëria e keqe. Kur njeriu rrethohet nga njerëz që nuk e kujtojnë Zotin, që tallen me vlerat ose që janë të zhytur në gjëra të kota, imani i tij fillon të fitojë imunizim ndaj të mirës. Profeti alayhis salam ka thënë: njeriu është në fenë e shokut të tij, prandaj le të shikojë secili prej jush se ka po zë shok. Si ta di njeriu se imani i tij është në rrezik? Shenjat janë të qarta për ata që dëshirojnë të shohin. Përtesa në adhurim. Kur namazi shtyhet deri në minutat e fundit ose lihet fare pa ndjerë asnjë vrasje ndërgjegjeje. Mungesa e prekjes. Kur dëgjohen ajetet e Kuranit apo flitet për xhenetin dhe xhehenemin, por syri nuk loton dhe zemra nuk dridhet. Gjuha e shfrenuar. Kur thashethemet, gënjeshtrat dhe ofendimet bëhen normale në përditshmërinë tonë. Ngushtësia në gjoks. Ndjenja e një ankthi të vazhdueshëm që as parat, as argëtimet dhe as shoqëria nuk mund ta largojnë. Por lajmi i mirë është se kjo rrobë e vjetruar mund të qepet. Kjo zemër e ndryshkur mund të pastrohet. Allahu i Madhërisëm nuk na lë pa shpresë. Ai na thotë në Kur'an: o robrit e mi, të cilët i keni bërë padrejtësi vetes suaj, mos e humni shpresën te mëshira e Allahut. Surja e Zumer, ajeti 53. Zgjidhja është të kthehemi tek ai. Përtëritja e imanit fillon me një istikfar të sinqert, me një lotë të derdhur në qetësinë e natës
Atëherë kur askush nuk na sheh përveç tij, ai përtërihet duke u kthyer te Kurani, jo si lexues mekanik, por si njerëz që kërkojnë shërim. Përtërihet duke ulur në sejdë të gjatë dhe duke i përshpëritur tokës që të na dëgjojë qielli. Imani do të bëhet përsëri i fortë kur të vendosim ta ushqejmë atë çdo ditë me punë të mira, sado të vogla qofshin ato. Mos lejoni që kandili i shpirtit tuaj të shuhet, sepse në këtë udhtim të shkurtër të jetës, drita e imanit është e vetmja pasuri që do të marrim me vete në amshim.